Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën që ta arrestonin Nicolas Maduron, i cili ishte presidenti i Venezuelës. Duket se Donald Trump ka vendosur që të jetë i ashpër me krerët e shteteve të cilët janë rrezik për Amerikën. Për të folur mbi këtë vendim të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më konkretisht mbi këtë politikë të Donald Trumpit, kam të ftuar në një lidhje direkte aktivistin e njohur Erges Eskiu. Zoti Eskiu, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për ftesën. Zoti Eskiu, si e konsideroni këtë ndërhyrje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku praktikisht kanë marrë nga një shtet tjetër presidentin e atij shteti pa pasur luftë me shtetin në fjalë? Shiko, nuk ka pasur luftë me armë, po fakti që transportoi drogë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe vdisnin amerikanë në rrugëve me drogën që transportonte Maduro, kjo ishte rrezik për sigurinë kombëtare të Amerikës. Pra, Venezuela indirekt po i vriste njerëz Amerikës. Po vriste shtetas amerikan duke i helmuar me drogë. Dhe në momentin që ti nuk ndalesh, duke bërë të gjë, edhe pas i lajmërohesh, stop drogës, mos fusni me drogë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, detyrohet shteti amerikan që ta bëjë ndërhyrjen. Nga ana tjetër është një lajm shumë i madh për Venezuelën vetë, sepse kishim arritur në një inflacion që ishte 50% Pra njerëz po vdesin në urije, edhe ata kanë shpëtuar sot, dje praktikisht, po që do të shpëtojnë përfundimisht kur të ndryshojë edhe regjimi i Maduros, pra të mos jetë thjesht një kukull i Maduros apo një njeri i afërt i Maduros që mund të duket i mirë për momentin, po mund të ndryshojë politikën në vazhdim dhe të kalojë prapë në të majtën që kanë dhënë Maduro, por që ishte një lajm shumë i mirë edhe për botën mbar. Pra diktaturat apo regjimet narkoterroriste do të marrin goditjen e merituar sepse ka ardhur një sherif i ri i cili do që ta kthejë të gjithë botën në paqe dhe të gjithë botën drejt zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm, drejt zhvillimit, drejt teknologjisë dhe jo drejt shkatrimit, siç është tendenca për të shkatruar familjen me anë të narkoterrorizmit apo me anë të agjendave të majta që janë ato të LGBTQI-s. Pra, në një farë mënyre, zoti Trump po ndihmon vetëm Amerikën, po ndihmon gjithë botën. Dhe siç edhe lajmëroi di që tha është radha e Kolumbisë, radha e Kubës për të rrëzuar regjimet diktatoriale të majta, për të kthyer qeveri të djathta ose qeveri demokratike që vijnë nga vota e lirë. Dhe qytetarët e gjithë botës të zgjedhin, të jenë të lirë të flasin, të jenë të lirë të veprojnë dhe të jetojnë jetën me dinjitet, sepse jetën ka dhënë Zoti dhe vetëm Zoti mund t'u marrë dhe jo regjimet apo trafikantët e drogës. Zoti Eskiu, çfarë ndikimi mund ketë kjo në vendin tonë ose në vendet të ngjashme si e jona, pra në Ballkanin Perëndimor ose edhe në rajone të ndryshme të botës? Ndikimi është i jashtëzakonshëm për faktin që Zoti Rama është aleat i Maduros, është aleat i presidentit Kolumbisë, sepse këta njerëz janë ata që po transportojnë drogën në gjithë botën. Pra sot mafia shqiptare, e cila pa mbështetjen e Ramës nuk do mund të fuqizojë kurrë, kanë portin e Durrësit në menaxhim, e marrin nga vendi i origjinës drogën, e zbarkojnë në portin e Durrësit, kemi të paktën 3 vite që nuk kapit asnjë gram kokainë në portin e Durrësit, sepse kanë mbikëqyrjen ose kanë mbështetjen logjistike të Ramës. Dhe i dizenjuar si një narkoterrorist, edhe Edi Rama do të ketë fatin e Maduros, por duke qenë se Rama nuk e mban dot burgun, se është njeri shumë i dobët, edhe ky është lajmi sot, Rama unë besoj që do aratiset. Rama ka kohë që po tenton aratisjen, kur bënte batuta me zotin Trump, ose bënte sikur qeshte apo sikur tallej, këto ishin thjesht tentativa të dëshpëruara të Ramës për të ngritur ose për krijuar alibin për të marrë një azil politik diku, që mund të jetë ndoshta Bielorusi apo diku tjetër. Por nuk po i dhan një emër. Rama po tenton azilin, sepse burgun, një karakter i dobët dhe frikacak si Rama nuk e mban dot. E ka shumë të vështirë. Pra ndryshe nga ky drejtuesi i Kolumbisë, Petro Gustavo Sica, që reagoi, tha ndërhyrja, bombardimet në Caracas janë ndërhyrje në cënimi i sigurisë kombëtare të Venezuelës. Rama nuk ka guxuar të flasë. Tani edhe Vučići, aleati Maduros, doli kundër ndërhyrjes në Caracas, por Rama nuk ka guxuar, sepse Rama
njerëzit e mendojnë sikur është i zgjuar. Nuk është i zgjuar. Po të ishte i zgjuar, do hante me të majtën, do hante dhe me të djathtë. Do gjende një marrëveshje. Në momentin që ti shkon dhe përdoresh keq asi, ndërhyn në fushatën elektorale të zotit Trump. Se kur Rama thoshte që unë kam rënë dakord me dhëndrin e zotit Trump për të marrë Sarzanin, Rama po jepte alibi të majtës amerikane të godiste zotin Trump në fushat. Pra që zoti Trump shfrytëzon pozicionin e tij për të pasuruar familjarët e vet. Dhe këtë gabim diletant, amatoresk, vetëm një delirant si punë Ramës mund ta bëjë, që mund të luajë win-win edhe me Trumpin edhe me Sorosin. Ndërkohë dhe shqiptarët i thoshte që unë jam aq i aftë sa mos guxoni të ndëroni që mund të më rrezoni mua sepse unë e korruptoj zotin Trump. Pra, të gjitha këto gabimet e Ramës, zoti Trump nuk i fal. Për më tepër që ka cënuar sigurinë kombëtare duke korruptuar me Gonigalin, ish shefin e FBI-s, në detyrë, dhe jo i liruar nga detyra. Ka paguar $80,000 për zotin Obama, fushatin zotit Obama, që ka kaluar shumë vite kjo dhe nuk përmendet shpesh. Po dhe kjo është rrezik për sigurinë kombëtare amerikane. Edhe transporti i drogës, edhe çdo gjë që po bën Rama këtu, janë rrezik për sigurinë kombëtare amerikane. Dhe Rama ndoshta do largohet me një fishkëllim amerikane, nuk do ketë nevojë të vinë të arrestojnë këtu, por që situata do ndikojë edhe në Shqipëri pa diskutim që po. Rama e ka ndier dhe ka 2 ditë që nuk reagon. E ka mbyllur gojën sepse jo se nuk di çfarë thoj, por unë mendoj që paniku është më i fortë se sa mundësia e Ramës për të shprehur. Ndaj nuk kemi parë akoma të reagojë sepse kuptohet që është në një gjendje të rënduar psikologjike. Pra besoni që pushteti i Ramës është drejt fundit me gjithë këto situata dhe ndodhi që po ndodhin në botë përfshirë dhe Donald Trump. Spaku nuk u forcua me 1 javë, me 2 javë. Ne kemi këtu 3 vite me Altin Dumani, drejtues politik, drejtues prokurorisë speciale, dhe nuk hetoi Rama. Ka skandale pa fund, nuk është marrë Rama një në pyetje. Dhe ku u forcuan këta, ku u fuqizuan, ku u erdhi këtyre dëshira dhe pasioni për punën, që 2 javët e fundit filluan dhe të godisnin edhe Ballukun edhe Rama. Pra ka një ndërhyrje, ka një lëvizje apo një mbështetje ndërkombëtare, një lloj garancie që ju nuk do prekeni edhe pse jeni në rreziku apo kërcënime direkte të Ramës, jeta juaj është e sigurt dhe duhet të bëni këtë punë. Pra, po ndodh diçka, që Rama nuk e kontrollon dot më. Pavarësisht se përpiqet sikur e kontrollon Rama lojën, pra nëse do ketë një kryeministër teknik të caktoj Rama, nëse do ketë ndryshime politike, këto janë prapë në kontrollin e Ramës, në fakt nuk është kështu. Rama nuk e kontrollon dot më. Edhe fakti që nuk e lëshon Belinda Ballukun tregon vetëm këtë gjë që Rama nuk e ka në situatën në kontroll. Rënia e Ballukut është direkt rënia e Ramës nga pas, sepse në radhë për të thirrur është Edi Rama. Dhe e gjithë kjo situatë që prezantoi kaq shpejt është e paparashikueshme dhe e pamenaxhueshme nga diktatori ynë. Zoti Isku, besoni që do kemi një skenar si Venezuelës, si Madurës, apo do ketë një ndërhyrje nga Spaku për atë që thoni që është fundi i Ramës së shpejti? Unë mendoj që do të jetë e para populli shqiptar që do reagojë, sepse edhe Spaku e do një mbështetje në perceptimin publik. Pra, populli e mbështet arrestimin e Edi Ramës. Edhe fakti që Rama duket se po merr kohë është dëmin e Ramës. Fakti që Rama po mbron Ballukun e po çon gjykatë kushtetuese, shqiptarët nuk kuptojnë që ky person pas ka frikë, ky person është i korruptuar, se ndryshe nuk do e mbante, nuk do e mbronte Ballukun. Pra, duke fituar kohë, Rama nuk është se po fiton pushtet apo energji. Rama po dëmton imazhin e vet, perceptimin publik. Dhe kur Rama që t'i vi radha për tu thirrur në Spak apo për tu arrestuar, nuk do ketë më mbështetës, nuk do dalë njëri të mbrojë Ramën, siç dolën për shembull në zonë për Velie para Spakut. Sepse njerëzit do thonë që ore ti që je totalisht i korruptuar. Ti nuk paske asnjë fije sinqeriteti apo burrorie në këtë histori, sepse ti paske qenë kreu organizatës. Dhe Albin Ahmeti paska pas të drejtë kur thoshte që ti je kreu organizatës. Dhe gjitha kjo, tash bën që fundi Ramës të përshpejtohet
por që përpara të skenarit do jetë populli shqiptar. Sepse sa nëse e votore presidenti ose ishte një linjë që thoshte që presidenti i Amerikës nuk është se ka fort dëshirë kryetari i opozitës atje. Edhe kryetari i opozitës në reagimin e parë nuk është se na dat kuptonin që ishte pro totalisht apo ishte në sinkron. Ishte në djeni televizit që të bënte administrata Trump për arrestimin e Maduros. Pra, ishte një veprim posaçërisht dhe veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk ishte në koordinim me opozitën. Dhe nëse opozita shqiptare do të mbijetojë dhe do të vinë pushtet, duhet të jetë ajo që ta rrezojë Tiranën. Sepse nëse rrezon Spaku apo Amerika, atëre do jetë dikush tjetër ai personi që do të zvendësojë Tiranën. Prandaj është detyrë opozitës edhe për dinjitetin e këtij populli, dhe detyrë e popullit vet të çlirohet nga ky narkodiktator. Të vrasi frikën, të kërkoj lirinë, kërkoj zgjedhjen e lirë, kërkoj prosperitetin që ta meritoj. Zoti Eskiu, besoni se opozita shqiptare ka kuptuar po themi këtë logjikën tënde që sa po thatë ju që duhet që opozita ta rrëzojë Ramën, se përndryshe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse rrëzojnë ata, do jenë ata që do e caktojnë një person, po themi, për të drejtuar Shqipërinë. Po, nga deklaratët e zotit Berisha unë të kam kuptuar. Zoti Berisha ka të qartë shumë situatën dhe thotë që ne jemi ata që do ta rrëzojmë Ramën dhe ne duhet ta rrëzojmë. Dhe njëkohësisht do t'i japim një mbështetje publike edhe drejtësisë gjithë prokurorëve të cilët nuk janë të kapur nga Rama, pra që duan të jenë pavarur dhe duan të bëjnë zbatim e ligjit, dhe në qëndrimet e liderit të opozitës kjo linjë ka qenë. Nuk është se opozita po pret që të veprojë Amerika. Nga ana tjetër zoti Berisha ka thënë një gjë. Ne do të vimë në pushtet me votë të lirë dhe me qetësi. Nuk do të vimë me dhunë, nuk do të vimë me revolucion. Sepse revolucionet në fakt sjellin në krye njerëz të cilët nuk janë të denjë për drejtuar një vend. Pra nëse ti vjen me dhunë në pushtet, ti do të qeverisësh me dhunë dhe nuk do të sjellësh një alternativë, do të sjellësh të njëjtin produkt që ke sot, aktualisht. Kështu që edhe qendrimi i zotit Berisha është fort i qetë, edhe i qartë, më fal, dhe po vazhdon të jetë linjë me qetësi, pa krijuar destabilizim, por me vendosmëri. Dhe do thojë, është një paralele, siç ka marrë Partinë Demokratike, zoti Berisha po merr edhe pushtetin në Shqipëri. Me qetësi, por me hap të vendosur dhe të pandërprer. Zoti Eskiu, a besoni që do ketë një goditje të oligarkëve shqiptar përveç zotit Rama, nëse do ketë? Shiko, normalisht çdo kush që ka shkelur ligjin meriton të shkojë prapa hekurave, por unë them që oligarkët në Shqipëri vetëm Ramash. Të gjithë këta janë shërbëtor ose persona të cilët dëshirojnë të përdoren prej Edi Ramës për të përfituar pak më tepër. Por personi që merr gjithë pjesën e tepsisë ose 90% tepsisë është Edi Rama. Sepse po të kalojmë për shembull te rruga Thuman Kashar, që mos gabojesh në Jetim. Nuk u ngrit Bashkimi Ulej të zëri rrogën banore të Thumanës. Ishte Belinda me Ramën që ta bllokoi rrugën këtyre për të falimentuar bizneset atje. Sepse nëse një biznesmen shkon dhe bllokon rrugën, atëherë shkon prapa hekurave. Në çdo koncesion, në çdo vjedhje është Rama. Askush nuk guxon të shkel ligjin pa patur mbështetje politike. Pra thash, këta njerëz po të ishin kaq të pushtetshëm, edhe kaq me dëshirë për të patur pushtet apo për të ekspozuar, do e rrëzoni Ramën do futeshin vet. Nuk kishte nevojë të mbani Ramën edhe pas kaq shumë kohë që Rama është diskredituar në publik si ai tut. Do e zvendçonin të shkonin vet, ose do gjenin njëri tjetër. Nuk janë oligarkët që biznesmenët e mëdhenj që komandojnë. Tu një oligark është ai është Edi Rama. Të tjerë tash shkojnë nga një pushtetin tjetër për para, por që po nuk u tha Rama okay, askush nuk bën dot gjë prej tyre. Zoti Eskiu, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Kënaqësi.